A e dini se në vendet ku njerëzit luten ka një frekuencë më të lartë se ajo normalja? Ndiqeni këtë material, sepse do t'ju bëj që të ndryshoni mendimin për sa i përket botës që na rrethon dhe lutjeve në përgjithësi. Kush është rastësisht i gjithmonë le t'i bëj like faqes shihni sërish dhe ju falenderoj që jemi për herë bashkë. Në Meka ose në San Pietro ose në Përkisha dhe në xhamia është vënë re që ka një frekuencë më të lartë se ajo normalja. Por pse duhet të jetë frekuenca më e lartë në vendet e shenjta, pra në vendet ku luten njerëzit? Tani po ja u them. Dëgjoni, po spostohemi këtej se kalamajt bëjnë shumë zhurmë. Dhe doja t'ju thoshja, në vitin 2013, kur po xhironim emisionin Enigma, nuk ju besova veshve kur një miku ynë, një kimist, na tregoi se përse në disa vende frekuenca është më e lartë. Do t'ju them se si. Ai kishte zbuluar Genz Hoti, kush nga ju e nje, e përshëndes edhe unë. Dhe kur e kemi takuar Genzin, më ka thënë këtë diçka, sepse fjala ishte për disa njerëz që kur shkojnë në vendet e shenjta, marrin çfarë gjejnë aty. Dhe më tha diçka që kam mbetur pa fjalë. Unë nuk e dija, sinqerisht. Ishte një motoja ime. Unë kurdo që kam shkuar, çfarëdo që kam gjetur në vendet e shenjta po flas, nuk kam marr asnjëherë një objekt atje ku kam shkuar. Sepse unë mendoja, dhe pastaj u binda me këtë, unë mendoja që nëse ti merr një objekt në një vend ku është vend i shenjtë dhe e çon në shtëpi, sikur merr një frekuencë negative. Edhe pse aty është frekuenca më e lartë, sikur është frekuencë pozitive, ti prapë sikur merr një frekuencë negative. Dhe unë e mendoj këtë plotësisht që është e vërtet, megjithatë kur e kam takuar Genzin më ka thënë kështu, se një miku ynë, dikush që nuk mund t'ja themi emrin, që nuk jeton më tani, ai kudo që shkonte në këto vendet e shenjta, bile ai gjurmonte vendet e shenjta, merrte statuja, merrte gjërat që gjente atje. Dhe në një shpellë, kur shkoj në një shpellë, pasi gjeti një statuj, përveç se më vjen keq e them, i vdiq djali në një aksident, gruaja e tjerë, por vdiq edhe ai vet dhe kishte halucinacione gjatë gjithë kohës derisa i vdiq. Për muaj të tëra u lërinte, të paktën kështu thonë. Kam kontaktuar edhe me një nipin e tij dhe kur e pyeta se më tha disa gjëra të rëndësishme. Megjithatë nuk dua të ndalem te kjo sepse secili ka problemet e veta dhe nuk dua që të mendoj ndokush që e përdor për të bërë video. Por ishte motoja ime që unë sa herë që shkoja në vendet e shenjta, siç u thash, nuk merrja gjë dhe i kisha thënë Genzit, në atë kohë kur u takuam, unë nuk marr gjë, thash, sepse unë besoj që në këto vendet e shenjta ka diçka të veçantë. Ke shumë të drejta. Shiko, do të them diçka, në fakt ne kur shkuam në disa vende, ai me një aparat regjistronte vendin ku shkonin me këtë aparatin për të matur valët, me një fjalë valët hertz, frekuencat hertz. Dhe në disa vende, siç më tregonte ai, sepse duhet të dini që frekuencat mbi në tokë janë rreth 8 hertz. Në fakt 8 hertz është edhe frekuenca e ADN-së njeriut. Dhe në disa vende ndryshon kjo frekuencë. Në disa vende në glob po flasim, në gjithë globin, është 10, ndonjëherë edhe 13.5 hertz. Po flas vetëm mbi glob. Kurse në vendet e shenjta shkon edhe 200, e dëgjuat mirë. Shkon deri në 200. Ai thoshte që ka shkuar edhe 240 në disa vende, në vendet e shenjta, vendet okulte, në 240. Por prisni pak. Ai thot në vendet shqiptare 240. Unë po ju them tani në Meka ose në San Pietro. Për shembull, në Meka thuhet që është 170-172 në Meka. Merrni mend sa miliona njerëz shkojnë atje çdo vit në pelegrinazh. Dhe shumë prej tyre emetojnë energji. Dhe përveç lutjeve që ata bëjnë, edhe lëvizjet që ata bëjnë emetojnë energji. Dhe sipas gjasave, vendet okulte, vendet e shenjta, kanë këtë energji, këtë rezonancë, si mund quhet, pikërisht sepse
varet nga lutjet dhe nga trupat që gjenden atje, ose trupat që kanë kaluar prej vitesh, ose trupat që gjenden aty, dhe njerëzit që kalojnë. Pra, gjithë kjo lëvizje krijon vibrime, dhe vibrimet e lutjeve, të njerëzve që flasin, të lëvizjeve që bëjnë, krijojnë këtë frekuencë të madhe. Dhe në San Pietro tregohet që është rreth 150-157 parafërsisht. Pra, në Meka është më e lartë, ndoshta sepse shkojnë më shumë, ose ndoshta sepse luten më shumë, askush nuk e di, sepse askush nuk di ta shpjegoj këtë. Por është shumë e çuditshme që pikërisht në vendet e shenjta, pra aty ku i gjenden kisha, xhamia e tjerë, është frekuencë e lartë. Në Arabinë Saudite mendohet që mund të ketë rreth 4500, 4900, ndoshta edhe 5000 xhamia. Dhe në të gjithë vendin ka një frekuencë më të lartë. Dhe po flas në të gjithë vendin në përgjithësi, shkon mbi 14 Hz. Pra në përgjithësi, nëse shkojmë mbi në mesataren në të gjithë zonën e Arabisë Saudite. Ndërsa në Evropë është rreth 13 Hz. Por ka disa vende, siç ju thash, për shembull në Trojet shqiptare, për shembull në Malin e Tomorit, siç më kanë thënë, sepse unë nuk e kam matur, nuk kam qenë atje tamas, shkon deri në 200. Pra në 200 Hz. Tani ndjes. Tani mendohet që dikush thotë që është frekuenca varet edhe nga elementet që ka toka. Në fakt, Gensoti mendon që mund të jenë edhe elementet që ka toka, dhe në Shqipëri, siç e dim, ka 7 element që nuk ka në asnjë cep të globit. Pra 7 elementet metaleve në Shqipëri ekzistojnë që të gjithë. Që të 7 elementet është i vetmi vend në botë më i vogël, dhe vetmi vend në botë që ka 7 element. Dhe frekuencat në disa zona janë të larta. Pra përveç se e ka thënë edhe Gensoti, e kanë matur edhe të tjerë, dhe thonë që edhe një shoku një miku që ka qenë me ne në emisionin Enigma, edhe ai thoshte që frekuencat janë shumë të larta. Po sa bërtasi në burë. Dhe është e çuditshme se si frekuencat janë të larta. Tani, së pari duhet ju them që frekuencat, siç ju thash dhe më përpara, rriten si është e mundur me vajzat e reja të përtasin si ignorant. Dhe po thosha, është e habitshme se si në disa vende frekuencat janë më të larta. Dhe janë 2 pika të rëndësishme. Pika e parë, që është e rëndësishme, është që njeriu jeton me lutje. Dhe unë besoj që lutjet janë tepër të rëndësishme. Pa lutje, ndoshta frekuenca do të jenë më të ulta. Shiko, çdo gjë është vibrim, kjo është shkencore. Çdo gjë që na rrethon është vibrim. Fusha magnetike, bile gjithë bota dhe gjithë universi mbahet pikërisht fal fushës magnetike. Dhe nëse nuk do të ekzistonte fusha magnetike, nuk do të ekzistonim ne. Kështu që frekuencat janë mjaft të rëndësishme. Pra, sa më të forta janë frekuencat e fushës magnetike, aq më fort më vibrime ka në atë zonë. Sepse normal, për shembull, nëse unë nuk flas, nuk bëj asgjë, si për shembull tani që fëmijët po bërtasin, unë do flisja me më ngadalë, sepse janë pikërisht frekuencat që janë aty jashtë, pra rreth nesh, që krijojnë atë përplasje me zërin tim, dhe unë jam i detyruar që të ngres zërin. E njëjta gjë pra ndodh edhe me këto vendet ku ka vendet okulte ku ka frekuenca. Tani, pse mund të shërbejnë frekuencat e larta? Sepse njeriu pa lutje, si ju thash, nuk besoj që mund të jetoj mirë. Për më tepër, mendimi
sepse ti përveç lutjes që e bën me zë, e bën dhe me mendim. Përveç mendimit që është kolektiv, por është edhe personal, kështu që ti ndryshon veten tënde, njëkohësisht edhe njerëzit përreth me vibrimet, kujdes me atë lutje që ti bën, por edhe vendin ku gjendesh në momenti që bën lutjen. Pra, unë mendoj që është thelbësore që njeriu të lutet. Kështu që doja të flisja sot për frekuencat dhe për vendet okulte, sepse këto vende okulte na kanë mbajtur deri tani gjallë dhe unë them fal besimit që njeriu ka, vazhdojnë që të mbijetojnë në këtë planet, sepse nëse nuk do të ekzistonte besimi fetar, njeriu do të zhdukte njëri tjetrin. Ju si thoni, jeni dakord apo jo? Pres komentet tuaja për këtë argument dhe më thoni nëse ju jeni lutur ndonjëherë, sa herë jeni lutur, do t'i lutesha, nëse është e mundur, dhe të më tregoni, sepse duke diskutuar së bashku, dikush që nuk e kupton, jap një informacion më shumë. Pres komentet tuaja, u përqafoj, ditë të mbar. Më falni që ndonjëherë ka ndonjë problem kështu të vogël, fëmijësh apo njerëz që bërtasin. Hajde, ditë të mbar.